Kemi përmendur në videon e kaluar disa vepra, kemi sqaruar disa vepra të cilët na ecin shpërblimet e tyre dhe pas vdekjes. Këtu po kam dëshirë me lejen Allah Azza wa Jall me i sqaru disa vepra tjera të cilët shpërblimi i shkon të tjerëve. Kemi përmend hadithi pejgamberit alayhis salam kur të vdes njeriu i ndërpritën veprat përveç se sadaka rjedhëse, dija nga e cila përfitohet dhe fëmiu që bën lutje për këtë rast për prindin. Këtu tek çështja e lutjes, kjo është tash argument se lutja i shkon të vdekurit dhe pas vdekjes, do të thonë ai përfiton nga lutja. Prandaj edhe këshillohemi që të lutemi. Këtu në hadith ka për prindrit, mirë po, kjo vlen edhe për tjerët. Kjo vlen edhe për tjerët. Shumë është e rëndësishme ta kemi parasysh këtë. Ndër lutjen kemi mundësi ta fusim edhe istighfarin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet Allahu ja ngrit gradën apo shkallën një robi të mirë në xhenet, ai pyet nga kjo e i thuhet për shkak istighfarit të birit tënd që ka bërë për ty. Subhanallah. Si argument kemi mundësi të përmendim po ashtu kur pejgamberi alayhi salatu sallam i varroste dikë, kur qëndronte aty dhe thoshte, lutuni për vllaun tuaj që Allahu t'ia falë. Kërkoni falje për vllaun tuaj. Wasalu lahu at-tathbit. Dhe lutuni që të ketë stabilitet, sepse ai tash merret në pyetje. Edhe ky është një hadith, një argument i rëndësishëm, po ashtu Allahu Azza wa Jall. Allahu Jalla Jalalu në Kur'an që ka thënë walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe ata që erdhën pas tyre thanë o Zot falna neve dhe vëllezërve tonë që kanë shku më herët, do të thonë kanë vdekur më herët me iman, me besim. Kjo është pra një vepër që është e argumentuar. Ka evidencë të qartë në Kur'an dhe në sunetën e pejgamberit alayhis salam për lutja dhe istighfari. Këto marrim si një kategori. Kategoria tjetër është lëmosha sadakaja. Nëse jep sadaka për një të dashur që ka vdekur dhe e bën jetën që Allahu Azza wa Jall më ia dërgoj shpërblimin atij, kjo i shkon atij. Prandaj edhe këshillohemi ta bëjmë këtë. Dëgjoni këtë hadith të bukur nga Sa'd ibn Ubada, të cilit i kishte vdekur nëna e tij. Edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë ja Rasulullah, ka thonë ka vdek nëna, ka thonë atjap sadaka për to. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë po. Saadi shikoj çfarë pyetje të bukur i ka bëu pejgamberit alayhi salatu wasallam. I thotë, cili është sadakaja më e mirë? Gjithmonë me shiku atë që është më e larta në shpërblim, që sjell më shumë të shpërblim. Ka thonë saqyul ma. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë dhënia e ujit. Prandaj edhe sot një traditë që po përhapet dhe që është shumë e bukur dhe shumë e mirë dhe shumë është e dobishme që të çelen bunare, të çelen qeshme dhe këtu ke mundësi me bën jetën që të shkojë shpërblimi, pra prindërve apo dikujt tjetër, edhe shpërblimi i shkon. Saadi atëherë tha atë kjo është qeshma apo burimi i ujit i Saadit në Medinë që e ka dhënë pasaj si sadaka, si lëmosh. Një hadith tjetër i ngjajshëm me këtë që ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha, ku tregon se një burr erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, me të vërtetë më ka vdekur nëna, pa pritmas dhe mendoj se kur të kishte pas mundësi të fliste, tha do të kishte dhënë sadaka. A ka ajo shpërblim se unë jap në vend të saj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po. Prandaj edhe lëmosha, do të thonë sadakaja tash, edhe lutja, edhe istighfari i shkojnë të vdekurit. Nëse jep sadaka për të vdekurin, shpërblimi i shkon. Pastaj prej veprave të cilat po ashtu i shkojnë të vdekurit, që është me rëndësi të dihet, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ka thënë, lëmosha në vendet e vdekurve dhe të ngjashme me to i mbërrin atyre. Kjo me pajtim unanim të dietarëve. Këtu kemi mundësi të përmendim edhe një dobi tjetër, që për shembull nëse prem kurban dhe e bën qëllimin që shpërblimi të shkojë të afërmëve, familjarëve, edhe atyre që kanë vdekur, shpërblimi i shkon. Këtë disa këtu ngatrojnë disa që mendojnë se po bën kurban për të vdekur, ti bën kurban për Allahun Azza wa Jall, e pret në emër të Allahut, apo e bën niyetin që për atë shpërndarje apo atë sadaka që e ke prej kurbanin, që shpërblimi i këtij të shkojë të afërmëve apo të vdekur apo të gjallëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka prej kurban që ka thonë bismillah në emrin e Allahut, o Allah pranoje nga Muhamedi, nga familja e Muhamedit dhe nga ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një vepër tjetër e cila i shkon të vdekurve që është me rëndësi të dihet është edhe haxhërimi. Nëse dikujt kanë mbetur ditë Ramazanit pa xhiru apo zotimit apo çlyerjes, kefaretit, atëherë e haxhiron dikush i afërm. Edhe nëse nuk është prej të shërmëtarëve. Këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka treguar në hadith
dhe ka thonë kështu: kush ka vdekur duke patur ditë të mbetura pra të agjërimit, në vend të tij agjëron i afërmi i tij. Po ashtu, prej veprave që i shkojnë të vdekurit janë haxhi dhe umreja. Këtë e gjejmë në disa argumente, në disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikurse hadithin që ka transmetuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se Fadli ishte i ulur pas pejgamberit alayhi salatu wasallam në kafshën transportuese dhe erdhi një grua nga fisi Khatham dhe po e shikonte Fadli dhe ajo po e shikonte dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam shumë bukur ja lakoi fytyrën në anën tjetër. Ajo i tha: o i dërguari i Allahut, me të vërtet babain tim e ka arritur obligimi i haxhit në moshë të shtyrë dhe nuk ka mundësi që të qëndrojë në kafshën transportuese. Ata kryj unë haxhin për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: po, e kjo ishte në haxhin lamtomirës. Këtu është mirë të dim një dobi ansore apo një diferencim apo një sqarim shtesë që ai që don me kry haxhin për atë që ka vdek, do të thonë haxh bedel, atëherë duhet ta kryej një herë haxhin për vete. Do të thonë haxhin obligativ që e ka për vete, pastaj e bën haxhin edhe për atë që dëshiron. Dhe këtu hyn edhe umreja. Për këtë kemi po ashtu një hadith decisiv ku Ebu Razin radhiyallahu anhu ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, unë e kam babën në moshë të shtyrë dhe nuk ka mundësi të bëj as haxh, as umre, as të qëndroj në mjet udhëtimi, do të thonë kafshë transportuese, të largohet për udhëtim. Nuk ka mundësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: krye ti haxhin për baban tënd dhe umrën. Në kuadër të kësaj kemi mundësi të përmendim po ashtu edhe një hadith tjetër ku një grua ka tregu, do të thonë i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: të vërtetë na ime është zëtuar për haxh dhe vdiq para se ta kryente haxhin. Ata kryej unë në vend të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: po krye haxhin. Si mendon sikur të kishte nëna yte borxh? A kishe dhuruar në vend të saj? Ai tha: po. Pejgamberi alaihi salatu wasallam tha: atëherë kryeni atë që i takon Allahut, sepse Allahu është më meritor që të kryhet e drejta e tij, apo që t'i respektohet e drejta e tij. Edhe një vepër tjetër që është argumentuar në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që i shkon të vdekurit dhe është shumë e rëndësishme të kryhet, është borxhi. Nëse dikush ka pas borxh, ka vdek para se me kryej borxhin, atëherë i takon atyre që janë pas, që i lën pas, ta kryejnë borxhin e tij, sepse është drejta e njerëzve që i takon. Për këtë kemi argument nga suneti e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku një sahabi tregon se kur e son një gjenazë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pyetur sahabët: a ka borxh? Te ky rast i kanë thonë jo, nuk ka. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka fal namazin e gjenazës. Kur kanë sjellë një gjenazë tjetër dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pyet: a ka borxh? I kanë thonë po. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ja ka fal vet, po i ka thonë: faljani vllaut tuaj gjenazën. E këtu Qatada radhiyallahu anhu u lajmëru dhe tha: ja Rasulullah, unë e marr përsipër borxhin e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fali namazin e gjenazës. Pra si përmbledhje për veta që kanë ardhur, që kanë argument në Kur'an dhe në Sunet që i shkojnë të tjerëve, shpërblimi që i shkon të tjerëve është lëmosha, është lutja dhe istighfari, është haxhi dhe umreja, është agjërimi dhe borxhi. Ndërsa për adhurime tjera, pa marrë parasysh çfarë adhurime janë ato. E këto shumicës që intereson muslimanëve është leximi i Kur'anit. Për këto nuk kemi argument, as në Kur'an as në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë specifike. Për këto vepra tjera patëm argument specifik. Edhe siç ka ardhur për këto vepra, kishte pas mundësi me ardha për tjerët, sikurse për shembull për leximin e Kur'anit. Miramo nuk ka ardhur. Edhe pse duhet ta kemi parasysh se ka khilaf, ka divergjencë tek dietarët në raport me leximin e Kur'anit, ja shkon të vdekurit apo nuk i shkon. Mirë po, dietarët që potencojnë se nuk kemi argument për këtë vepër, prandaj nuk duhet praktikohet kjo, për shkak se sikur të kishte argument, do t'i transmetu dhe do ta kishmi paket në veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veprën e sahabëve, në veprën e tabeinëve, imamëve të mëdhaj, por se kjo nuk është evident. Prandaj duhet të fokusohemi tek veprat që kanë ardhur argument, nga se në fe kemi një rregull që është çështjet e adhurimit, çdo gjë tek çështjet e adhurimit është ndaluar derisa nuk kemi argument për legitimitetin e saj. Ndërsa në çështjet e dunjas çdo gjë është e lejuar ndërsa nuk kemi argument për legitimitetin e saj. Dhe tek ibadetet është rregullit që ato janë tauqifie, që duhet të kufizohemi tek tekstet e Kuranit dhe Sunetit, të ndalemi aty. Prandaj, ky qendrim është i fuqishëm, ka bazë të fuqishme edhe në tek rregullat e përgjithshme të fesë. Prandaj, nëse don t'i bësh mirë,
të vdekurit, ku je i sigurt se ja arrin, atëherë jep sadaka, lutu për to, krye umrën e kështu me radhë. Veprat që i përmendëm. Ndërsa një diferencim të vogël që po ta dëshirë me shtu në raport me leximin e Kuranit, se nëse ti ja ke mësuar dikujt Kuranin, edhe vdes, çdo herë ai që e lexon Kuranin ka me shku shpërblime edhe ty. Edhe prindrit që i edukojnë fëmijën në Islam dhe i dërgojnë me mësu Kuran, çdo herë kur lexon Kuran fëmiu, prindërve i shkon sevapi, sepse ata kanë qenë edhe sebeb apo shkak i ekzistencës. Kështu që, domthonë këtë duhet ta kemi parasysh, se shumica edhe vdesin për prindrit, ai shkon sevapi i shkon, shpërblimi i shkon automatikisht. I shkon shpërblimi, sepse ata janë sebeb. Ad-dalu ala khair ka fa'ilihi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili udhëzon dikën në një vepër të mirë, ai e merr shpërblimin e tij. Ai e merr shpërblimin e praktikuesit. Kështu që shpërblimi me lejen Allah të zgjer i shkon. Këto vepra vëllezër të nderuar dhe të respektuar, është mirë të kemi parasysh që nëse dojmë të bëjmë mirë dikujt, nuk i bën mirë duke ndërtuar varrin. Kjo nuk i bën përkundrazi, veç që duke bërë keq. Porse, që ato të holla i jepi sadaka, qeleni bunar. Ma e mirë as sadaka, qeleni bunar, edhe bënë niyet që me shku shpërblimi atij të vdekurit që e don. Lutu për to, krye ndonjë umre për to, e kështu me radhë. Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح